Të nderuar vëllezër, në Kur'anin famall dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam ne gjejmë mësime të cilat raportet e Allahut te bareke ve teala me ne i përshkruajnë si raporte të veçanta, si raporte të afërta. Allahu te bareke ve teala për ata që kanë besuar, për ata që janë përgjigjur fjalës së tij, për ata që janë përgjigjur fesë së tij, Allahu ka treguar një afërsi të madhe. Ka treguar se përveç kësaj, ai edhe do të jetë mbrojtës, do të jetë përkrahës, do të jetë ndihmëtar i tyre. Dhe kjo është e veçantë vetëm për besimtarët. Dhalike bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Kjo nga se Allahu është mbrojtës i besimtarëve, ndërsa jo besimtarët nuk kanë mbrojtës. Jo vetëm kaq, Allahu te bareke ve teala ka kërcënuar se ata që sillen keq, sillen vrazhd, ata që ja armiqsojnë të dashurit e tij, ata në të vërtetë do të jenë në luftë me Allahun te bareke ve teala. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith kudsi, duke e cituar Allahun xhalla wala, men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai njeri i cili i shpall luftë një miku tim, një evliaje tim, një besimtari të sinqert, unë thot Allahu do t'i shpalli luftë atij. Këto ishin vetëm sa për ilustrim, ndryshe tekste me këtë përmbajtje ka shumë. Por nderuar vëllezër, dikush me drejt nga shqetësimi që e ka brenda zemrës së tij, duke marrë parasysh këto tekste kuranore dhe profetike, dhe duke bërë krahasim me gjendjen tonë në të cilën jemi, të shtypur, të paditur, të prapambetur ekonomikisht, të prapambetur në çdo aspekt, thotë se çfarë është duke ndodhur në vërtet. Nuk ka dyshim në fjalën e Allahut xhallahu ala, por gjendjen në cilën ne jemi, a mos vallë nën kupton se Allahu ka hequr dorë prej nesh. A mos vallë nën kupton se Allahu ka hequr dorë prej nesh. Sigurisht se përpilimi i pyetjes nuk është me vend, por shqetësimi po. Nga se nëse Allahu xhallahu ala ka premtuar për besimtarët ndihmën, përkrahjen, triumfin, atëherë pse ndodh që ne që jemi besimtar të mos jemi në atë që duhet qenë, të mos jemi prijes të botës, të mos jemi të parët në ekonomi, të mos jemi të parët në shkencë, të mos jemi të parët në çështjet sociale. Nderuar vëllezër, do të mundohem që kësaj dileme, kësaj pyetje të jap përgjigje dhe ta formsoj përgjigjen nëpërmjet 3 gjërave që konsideroj se e kanë një rëndësi, prandaj do doja vëmendjen tuaj. E para, nderuar vëllezër, cili është raporti ynë i vërtet me Allahun te bareke ve teala? A jemi ne besimtar të vërtet? A jemi ne ata që i përfaqësojmë vlerat e vërteta të fesë sonë? A jemi ne ata që i përfaqësojmë vlerat e vërteta të besimit? Allahu ka thënë kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë që jeni në faqen e dheut. Me çfarë? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun xhallahu ala. Ne jemi ngrit, ne kemi qenë në histori të ngritur, ne kemi udhëhequr me botën kur ne kemi qenë besimtar të vërtet, kur ne kemi qenë pasues të vërtet të Islamit. Omeri radiallahu anhu ka thënë: nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri adhallana Allah. Ne jemi popull që Allahu na ka ngrit me Islam, jo me tjetër. Ne nuk jemi më të mirët pse jemi të bardhë, pse jemi në këtë pjesë të kontinentit. Jo, ne jemi më të mirët pse besojmë, pse urdhërojmë për të mirë, pse ndalojmë nga e keqja. Cila është gjendja jonë së nderuar vëllezër? Ne bëjmë veprime për të cilat Allahu te bareke ve teala në Kur'anin famall na ka treguar se janë aq të rrezikshme
sa që Allahu ju ka shpall luftë. Ne bëjmë veprime, ne miqtë e Allahut, ne të dashurit e Allahut, ne besimtarët e fesë Allahut xhallahu ala, bëjmë veprime të cilat në Kur'an kanë një kërcënim prej Allahut xhallahu ala se Allahu do t'ju shpall luftë. E dini për çfarë bëhet fjalë? Për kamatën. Allahu te bareke ve teala ka thënë ata që veprojnë me kamat, nëse nuk ndalen të riqja vejtje, nëse nuk ndalen fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih, shpall ju luftë nga Allahu dhe i dërguari i tij. Kë nuk e ka prek kamatësët? Kë nuk e ka prek kamatësët? Allahu te bareke ve teala po thotë se ai pavarësisht çka është, a o musliman a nuk është, ai që e bën këtë gjuna, ai që e bën këtë mëkat, ai ka bërë diçka që e ka rënë raportin me Allahun te bareke ve teala. Ai po bën diçka që në fakt jo që ka rënë, mirë po edhe ka ndërtuar një raport armiqësor ndërmjet tij dhe Allahut te bareke ve teala. Ndëruar vëllezër, ne jemi besimtar. Mirë po besimi ynë dëshmohet me vepra. Dëshmohet me vepra dhe rrezikohet nga vepra. Ne jemi besimtar që në qovë se bojmë një gjuna, besimi ynë është në pikpytje. Për shembull zinaja, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam hadith të saktë, "Wala yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min." Ai që bën zina, prostitucion, ai nuk është besimtar gjatë aktit. Nëse keni lexuar nderuar vëllezër, në raportet i javën që po e lëm pas, në këtë vit janë 11 raste të reja me SID. Janë 11 raste të reja me SID. Prej tyre 2 raste janë me fatalitet, kanë vdekur. Ku janë? Janë në një shoqëri që është me shumicë absolute muslimane. Janë në një shoqëri që nëse ndodh një e keq e thotë pas jemi musliman, fal kjo vepra që po e bën, kamata, zinaja, vjedhja, droga, krimi i organizuar, a janë veprat muslimanëve? A dallojnë muslimanët për ta? Jo. Prandaj si po dëshiron Allah me të ndihmu kur nuk kelon gjuna që Allah ka konsideruar më të madhin pa e bë. Prandaj ne i kemi prish raportet me Allahun te bareke ve teala. Ne i kemi rënë raportet me Allahun xhallahu ala, si po kërkojmë që Allah më ndihmon. E dyta, ka të bëjmë me vetdijen tonë fetare nderuar vëllezër. Ne e kemi kuptuar çështën se feja nuk është vetëm rituale. Feja nuk është vetëm namaz, agjerim, zekat, hax. Feja është sistem jetësor. Feja është vetdije, feja është identitet. Feja është largpamësi, është vizion. Ka ardhur dikush tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe i ka thënë për një hipokrit, i cili është shfaqur si musliman, mirë po i cili në vërtet nuk ka qenë musliman. Edhe ka thënë dikush, ja Rasulullah, a na jep leje ta mbysim se ky është armik. Ky po shfaqet si musliman, mirë po ky është armiku ynë. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ma'adallah an yatahaddatha an-nas anna Muhammeden yaqtul ashabe. Zoti mos e dha. Për arsye se ata që janë jashtë, ata nuk e dinë që ky është hipokrit. Ata nuk e dinë që ky është munafik. Çka kanë me thonë? Pa ju falke, aja xherojke, Muhamedi po i myt shokët e vet. Pra nderuar vëllezër, Muhamedi alayhis salam ka pas vizion. Nuk ka bëu veprime të cilat kanë mujt me rënu identitetin islam, kanë mujt me njollos përkatësinë islame, kanë mujt me njollos reputacionin islam. Nderuar vëllezër, kanë përmend dietar diçka shumë interesante. Kur ne e zbresim fen në nivele të ulta, atëherë ne në fakt jemi prej e lehtë për tjerët. Për shembull, keni dëgjuar për tash Palestina, Shami, Siria, problemet që po ndodhin, janë problemet të vazhdueshme në histori, po? Kanë fituar muslimanët, pastaj kanë humbur, pastaj kanë ardhur tjerët. E dini pse kanë humbur muslimanët? E dini pse muslimanët i kanë humbur këto vende që vërtet kanë vlerë të jashtëzakonshme? Ka përmend njëri prej hoxhallarëve bashkëkohor, Abdulaziz Tarifi, ka thënë për arsye se kur kanë ardhur kolonizuesit, edhe kanë qenë në prag, në derë të shtetit islam, e dini cili ka qenë debati brenda xhamijave? Debati brenda xhamijave ka qenë që nëse gruaja ka mjekër, a duhet me rrua apo jo? Mora armiku të ka ardhur te dera, armiku po don me të pushtu, edhe ti nuk ki debat tjetër përveç se me u marrë me këtë mesele që është dhjetësor
ku me di çfarë meselë që nuk e ka kohën ndërruar vëllezër. Prandaj kur ne sot e zbresim fen, për shembull ne sot kemi nevojë për identitet fetar. Neve na vjen marrë me tregu që jemi musliman. Neve na vjen marrë me tregu që jemi pasues Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ne kemi probleme me inferioritetin. Unë me thonë që jo musliman më vjen marrë para kujt? Para dikujt që nuk ka asnjë vlerë. Prandaj duhet me ngrit nivelin e debatit, edhe musliman duhet me u krenu me fenë e tyre. Edhe e treta nderuar vëllezër, ka të bëjë me raportet tona. Ka të bëjë me raportet tona ndërmjet nesh. Allahu në Kur'an në ka quajtur vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër. Muhamedi sa ka thënë el mu'min el muslim akhul muslim, muslimani është vllai muslimanit. Pse ne nuk e trajtojmë njërin tjetrin kështu? Pse hala në mesin ton ka njeri që vjen falet edhe nuk jep selam. Ka njeri që është në saf me ty, ama nuk jep selam. Ka njeri i cili vjen 5 herë ditë me ty në xhami edhe nuk jep selam. Çfarë vllazni është kjo? Ka njeri dhe sot e kësaj dite, imamit e Abu Hanife i thonë qafir, imamit Ibn Taymije i thonë qafir. Ka njeri dhe sot e kësaj dite, alamet dietarëve, Imam Neveviut i thonë kastravec. Qysh po dhe me ecë për para? Qysh po dhe me ecë për para kur din e ke rënu themelin mbi të cilin i madh Allah të ka ngrit. Vllazëria islame nuk është fjalë, nuk është parolë. Vllazëria islame është fe. Muslimani është vllai muslimanit dhe këtë e ka thënë Allahu te bareke u teala. Prandaj nderuar vëllezër, edhe për të mos zgjat shumë, ajo që neve na duhet për të rikthy, për të qenë në maja, për të qenë prijes, për të pas avancim shkencor, për të pas avancim ekonomik, për të pas prijatari në këtë dynja, na duhet me u kthy te feja. Do doja që ta përmend një tregim i cili e përmbledh edhe mesazhin e kësaj hutbeje dhe i cili ka një autor, ka një hoxh, një dietar të jashtëzakonshëm i cili e njeh problemin në thelb. Mufesiri, dietari bashkohor Muhammed Mutawalli Sha'rawi ka shkuar në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe atje është takuar me një orientalist, i cili gjatë bisedës i ka thënë: "Qysh ju musliman guxoni me pretendu se jeni të vërtetën kur ne kemi faktet që Kur'ani është i devijuar?" Si? Ka thonë: "Mirë, a nuk ka thonë Allahu në Kur'an: "Walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila"?" Allahu kursesi nuk do t'u mundsoj jo besimtarëve të dominojnë mbi besimtarët. Ka thonë: "Po, kjo është e vërtetë. Mirë, po nuk e ke kuptuar problemin. Për arsye se Allahu ka thënë që Allahu nuk do t'ja mundsoj jo besimtarëve të dominojnë mbi besimtarët, jo mbi muslimanët." Ka thënë si? Po ka thënë Allahu në Kur'an ka bo dallimin ndërmjet imanit edhe islamit. Ai që falet, ai që agjeron, ai që jep zakatin, por që feja s'ka depërtuar në zemrën e tij, ai nuk është mu'min. Qalet il arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Arabët beduinët thanë kena besu, tha Allahu jo, mos thuni kena besu, po thuni jena bo musliman. Ka dallim ndërmjet islamit që është dera për me hyrë në fe dhe ndërmjet imanit i cili është thelbi i fesë, i cili është zemra e fesë, i cili është ajka e fesë. Ndërruar vëllezër, ne jemi musliman, edhe sot nuk e sheh shumë njerëz, takon shumë njerëz, nuk e ka gale të thotë jo mora rakia s'është kurrëç. Sheh shumë njerëz që ndoshta falen me ne, Allah na fal. Edhe pastaj nga gojët e tyre nxjerrin fjalë që e rrënojnë tërësisht besimin. Sheh me tërleme në kokë edhe thotë se ata që i ngjesin ato çikat, që i ngjesin shamijat, jënar me na prish fen, me na prish kombin. Çfarë fe është kjo? Çfarë fetari është kjo? Çfarë haxhi ke kry? Në qoftë se feja s'ka depërtuar në zemrën tonë, çfarë haxhi ke kry? Prandaj nderuar vëllezër, rruga jon për me u kthy në maja, në top, është me u kthy tek imani, me u kthy tek feja. Ka thënë Allah: "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." Ne kemi barç thot Allahu me ju ndihmu kujt? Mu'minëve, besimtarëve, jo muslimanëve. Nëse ne i kthemi fesë së Allahut, Allahu ka premtuar dhe premtimi i tij është i vërtetë se do të na ndihmoj. Allahu te bareke ve teala lus
që Allah të na udhëzojë në rrugën e drejtë, Allah të na mësoj që të jemi prej besimtarëve të sinqert, prej atyre që dëshmojnë besimin e tyre me dituri, me vepra, prej atyre që janë krenar me fenë Allahu xhallahu ala. Allah në lësë që për lëshime, për gabimet në falë, mëshira e ti është me madhe sa gabimet tonë, mëshira dhe rahmetit ti janë më të mëdha sa gjunahet tonë, e kule ma të smaun, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru.